Në ditën ndërkombëtare të të moshuarve, nxënësit dhe mësuesit e shkollës 9-vjeçare Kota Hoxhi organizuan një aktivitet festiv, duke sjellë në vëmendje rëndësinë dhe vlerën e moshës së tretë në shoqëri. Aktiviteti i sotëm është i organizuar nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare Kota Hoxhi dhe në qendër është simbolika e datës 1 tetor, ditës së të moshuarve, por që fëmijët erdhën me një konceptim ndryshe, në shenjë dashurie dhe respekti për gjyshrit e tyre, zgjodhen t'i falenderonin dhe t'i uronin në këtë formë, duke shprehur gjithë mirënjohjen dhe kontributin e tyre, gjithë dashurinë, gjithë respektin dhe gjithë çka bëjnë ata në të përditshme për niprit dhe përmbesat. Ndihemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur që ato duar të fëmijëve ushtrinë shumë natyrshëm drejt gjyshërve të tyre dhe gjysheve, pam shumë emocion, pam atë që ndoshta në përditshmërinë tonë, siç e thanë dhe vetë fëmijët, kalon ndoshta pa u vënë re, por është shumë domethënëse, një mirënjohje pafund. Falenderimi i parë shkon për të gjithë fëmijët, por normal, falenderimi shkon për familjet, për mbështetjen që ata japin, për mirëritjen dhe shëndetin e tyre. Mosha e tretë nuk duhet kujtuar vetëm në një ditë të vetme. Aktivitetet të tilla janë një burim dashurie dhe shprese, si për të moshuarit, ashtu edhe për brezat e rinj, theksoi shehu. Është një ditë që nuk duhet të ngelet një ditë, duhet të shtrihet, jo thjesht për aktivitetin, por për kujdesin e veçantë dhe kujdesin e shtuar që duhet të tregojmë ndaj moshës së tretë. Të tilla aktivitete përcjellin mesazhe shumë të fuqishme dhe kur vijnë nga fëmijët këto mesazhe shumë fishojnë vlerën e tyre. Dhe na bëjnë ne të reflektojmë dhe të kuptojmë që rritim qytetarët e të ardhmes. Dhe ky qytet është në duart e sigurta, në duart e këtyre fëmijëve kaq të dashur dhe kaq të ëmbël. Në këtë ditë të shënuar, u zhvillua një sër aktivitetesh kulturore e artistike, ku nxënësit përmes këngëve, recitimeve dhe roleve të ndryshme sollen mesazhe dashurie, respekti dhe mirënjohje për gjyshërit dhe të moshuarit në përgjithësi.